Zhvillime interesante që po shihet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në administratën e Donald Trump. Nëse kemi parë deri në këto momente gjithçka që po ndodh në botë me dy tematika të rëndësishme, çështja e Ukrainë-Rusi, ajo si kundër tashmë është duke vijuar me bisedime të cilat tentohen mes palëve, edhe ngjarja tjetër e rëndësishme në Gaza, politika e jashtme. Duket se një tjetër çështje është krijuar për presidentin Donald Trump. E kam fjalën pikërisht për atë përplasje që po shihet mes tij dhe miliarderit Elon Musk. Do të trajtojmë gjithçka në këto momente, jo vetëm për këtë çështje, por çfarë do të shihet në SBA nëse flasim për një parti të tretë, dhe do të jetë kjo e mundur sipas Elon Musk. Kam kënaqësinë të lidhemi drejt për së drejti me Grid Roy, pedagog i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin CUNY të New Yorkut. Faleminderit që u bashkuat bisedës. Faleminderit ju për ftesën. Kënaqësi t'ju kemi në bisedë, zoti Roy, për të folur mbi këto zhvillime kaq interesante që në një farë forme janë parë, duhet thënë, momentin kur Elon Musk u largua nga administrata e Donald Trump, por nuk u aludua shumë nëse kishte të bënte me përplasje apo jo të brendshme mes tij. Tashmë shohim një lloj eskalimi të situatës me akuza ndaj njëri tjetrit apo tone që ndoshta në një farë forme jemi mësuar t'i shohim paktën nga presidenti Donald Trump, jo në këtë rast, por në tematika të tjera që lidhen shpeshherë edhe me zhvillimet e politikës së jashtme. Si e keni parë këtë përplasje miliarderësh, është vetëm for business në këtë rast apo shkon përtej dhe deri tek politika? Shikoni, kjo është një pyetje me shumë vend, por gjëja e parë që do të thoja është që duhet kuptuar që projekti i presidentit Trump nuk është një projekt thjesht politik, dhe kjo është njëra nga gjërat që njerëzit nuk po e kuptojnë aq shumë sa duhet. Është një projekt ideologjik i cili sigurisht do të ka ndërmarrë një rrugë politike. Çfarë dua të them me këtë? Pra, në projekti ideologjik i zotit Trump është transformimi i shtetit amerikan nga një shtet që po shkonte drejt një konceptimi ose një koncepti kozmopolit shumë kombësh e të tjerë në atë që është tabani i cili do shtet suksesshëm dhe sidomos një fuqi e madhe siç janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, i cili do të ishte një shtet i fortë, i bazuar në një ndjenjë kombëtare dhe i bazuar në disa parime shumë të forta të kombëtarizmit ose nacionalizmit siç njihet. Pra, në këtë kontekst, rruga ose udhëtimi politik i zotit Trump vazhdon me ose pa çdo tjetër që mund të jetë bashkëngjitur rrugës. Thënë kjo, duhet theksuar që një projekt politik nuk mundet të bazohet vetëm tek mbështetësit më të zjarrt. Çdo projekt politik ka një qendër që janë mbështetësit e zjarrt, ata që besojnë me mishe me shpirt tek ideologjia dhe tek projekti dhe tek personi, dhe rrugës mbledh të ndryshëm, njerëz të cilët kanë interesa të caktuara, njerëz të cilët shpresojnë ta shfrytëzojnë këtë pushtetin e ri e të tjerë e të tjerë. Pra, do të thosha që përshtypja ime për marrëdhënien e presidentit Trump me shumë njerëz të cilët janë miliarderë dhe përfshi këtu dhe zotin Musk, ishte e këtij lloji. Pra, ishte një rrugtim i cili do të zgjaste aq sa do të kishte vullnet nga të dyja palët për të zgjatur, dhe ishte e pritshme që në një moment të caktuar kur t'i prisheshin interesat, zoti Musk do të reagonte. Kjo kozgjatje shumë e shkurtër, se nuk po flasim për një periudhë të gjatë. Jo fort e shkurtër, po të themi, sepse kemi disa vite bashkëpunim, kemi një bashkëpunim të ngushtë për sa i përket Po e shkurtër nga koha e ardhjes së Donald Trump në këtë administratë, pra i referohem marrjes së pushtetit, se bashkëpunime... Dakord. E kuptoj atë që po thoni, po unë po dua të dal diku tjetër, në kuptimin që e shkurtër, dakord në pikpamjen e pushtetit, por nuk ishte se si t'ishte ndryshe. Sepse është një gjë marrja e pushtetit dhe krijimi i një koalicioni politik për të fituar pushtetin, dhe është një diçka tjetër qeverisja. Në qeverisje, sidomos kjo e dyta e presidentit Trump, ka për qëllim të parë, të dytë dhe deri të 10 transformimin e plot të mënyrës se si është konceptuar shteti amerikan. Dhe ky transformim ka qenë i menjëhershëm, ka qenë pa ndalje dhe ka qenë një projekt i cili nuk është bërë rrugës, po ka qenë një projekt i bërë përpara. Në këtë kontekst nuk është e habitshme që zoti Musk
gjen interesat e veta të prekura në këtë. Ka disa raportime mediatike që thonë që zoti Musk donte që të fitonte një tender nga qeveria federale, cilën e ka fituar OpenAI, që është ChatGPT, dhe kjo ishte pjesa ku ai mbeti i pakënaqur dhe filloi luftën kundër administratës. Sido që të jetë, ai që duhet theksoj është që me apo pas zotin Musk, kjo do të jetë një histori e shkurtër mediatike. Rrugtimi i presidencës do të vazhdoj, projekti ideologjik nuk do të ndalet, do të ketë, siç në çdo projekt politik, ndalesa të shkurtra, do të ketë kthime mbrapa nga gjykata, nga gjëra të tilla, por projekti është vendosur në rrugë, është vendosur në shina dhe treni po marshon. Dhe do ta vijojmë diskutimin vetëm për pak minuta publicitet, se edhe pse ndoshta mediatikisht nuk do të ketë koment të gjatë, ne do ta komentojmë sot të paktën. Publicitet dhe rikthehemi vetëm pas pak, mos u largoni. Rikthehemi sërish në studio për të vijuar bisedën me pedagogun Grit Roj. Si kundër ishim duke thënë në fakt, profesor, për sa i përket kësaj përplasje, për cilën ju e thatë më së miri që ndoshta mediatikisht nuk do të zjas shumë, por është interesante një ide që Elon Musk duket se ka hedhur për krijimin e një partie të tretë. Fillimisht çfarë ndodh në këtë ide? A mendoni se ka qenë e ardhur edhe më herët që në bashkëpunimin që ka pasur apo mbështetjen edhe përgjatë këtyre zgjedhjeve ndaj Donald Trump, dhe çfarë potenciali mund të ketë ose do të ketë nëse ndodh një gjë e tillë, një parti e tretë amerikane? Shikoni, në historinë e qeverisjes shtetit amerikan, do të themi, ka pasur parti që kanë lindur, ka pasur parti që kanë vdekur, parti të reja që janë krijuar në bazën e tyre e të tjerë. Megjithatë, është pak e parakohshme, do thoja në mënyrën më të fortë të mundshme, që është shumë e parakohshme, që të flasim për një parti të tretë thjesht sepse një miliarder që kontrollon një rrjet social mendon se mund ta krijojë atë. Një parti nuk është thjesht një lumë njerëzish të cilët komunikojnë në rrjetet sociale. Një parti ka shumë më tepër se sa aq, duhet të ketë një ide të qartë, duhet të përfaqësojë diçka ndryshe dhe nuk shoh asnjë hapësirë ku mund të ketë diçka që të dominojë hapësirën mediatike apo hapësirën shoqërore amerikane. Kjo edhe për shkak se pjesa më e madhe e shoqërisë amerikane e ka përqafuar projektin e presidentit Trump me apo pa Elon Musk, kështu që nuk ka as hapësirë dhe projekti transformues gjithashtu i përket shoqërisë. Dhe duhet parë edhe në kontekstin ndërkombëtar, se po shihja pak bllokun e mëparshëm ku po flisnit për çështjet shqiptare. Edhe në kontekstin ndërkombëtar i sotëm, që praktikisht jemi në luftën e tretë botërore, praktikisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke drejtuar ose janë duke marrë pjesë në një riformatim të sistemit ndërkombëtar, e kërkon që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kenë një shtet të bazuar fort në ndjenjën kombëtare, sepse sfidat përpara çdo kujt janë shumë të mëdha. Mirë, nëse ne sigurisht komentojmë çfarë shohim, por nga akuzat ose kundër akuzat në këtë përplasje nga vetë presidenti Trump, gjëja që thuhet flitet për interesa ekonomike, sikundër është dhe ne fare mirë e dim ato të kompanisë Tesla, reagime që vinë edhe nga vetë presidenti, se makina e dulluar do të shitet, dhe të tjera tematika me radhë që vim pra si kundër përgjigje ndaj Elon Musk. Ka të bëj vetëm ekonomia në një farforme për Elon Musk, pra kur flasim për atë që ngriti zëri në thojza në rrjetet e tij sociale, duke dalë kundër presidentit amerikan, në të vërtetë ai ka interesuar ekonomia amerikane, se tema ndoshta edhe për publikun ka qenë sipas tij një projekt buxhet i epokës së presidentit Biden, cilën Musk e kundërshton me arsyetimin se do të rrisë borxhin kombëtar. Shikoni, në radhë parë, unë besoj që nuk ka shumë interes për të diskutuar koherencën ideologjike
të zotit Musk, sepse deri përpara disa viteve ai ishte një demokrat që jepte miliona dollar demokratëve. Unë mendoj që çdo kush që merret me biznesin e madh ka interesa që të kontrollojë pjesë të caktuara të pushtetit dhe për të dhënë një krahasim të këtyre gjërave që dalin në Twitter ose deklaratave publike, është njësoj si në Shqipëri pozita dhe opozita shahen ditën, po në fund pastaj i kalojnë gjitha ligjet bashkë dhe askush nga ata nuk vuan ekonomikisht. Është e njëjta, praktikisht e njëjta histori në aspektin e teatrit. Ajo që ndryshon Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ndryshon thellësisht është që ka një ndjenjë të fortë shtetërore, ka një shtet i cili i përgjigjet interesave amerikane dhe kjo nuk ka për të ndryshuar se doli kundër zoti Musk. Zoti Musk do të harrohet mbas 1 javë, 2 javësh, 3 javësh maksimumi dhe do të kemi produkte të reja mediatike, të cilat do t'i mbuloni ju, do t'i mbulojnë mediat amerikane, dhe kjo do të harrohet, zoti Musk do të jetë thjesht një njeri i cili ka një betejë personale me presidentin. Dhe nga këto betejat personale interesante se çfarë përcjellë dhe shtypi ndërkombëtar, kryesisht Amerikan, një tematik që lidhet me emigracionin për deportimet e emigrantëve të palishëm, që sigurisht ka qenë ndoshta një nga temat më të rëndësishme në ardhjen në pushtet të Donald Trump dhe si pas një ish strategu kryesor shtëpisë së bardhë Steve Bannon dhe në fakt aleat kyçi presidenti Donald Trump, në një intervistë që ka bërë për New York Times, ka cilësuar këtë ngjarje dhe ka thënë se Elon Musk duhet të deportohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke e lidhur me emigracionin dhe çështjen e refugjatit. Pa kaluar ndoshta në teori konspirative, por a mendoni se do të arrijnë këto përplasje personale deri në këtë pikë? Pikë pari, duket sikur më lexuat mendimin, sepse fraza tjetër që do të thoja për këtë çështje është që për të kuptuar lëvizjen e presidentit Trump duhet lexuar Steve Bannon dhe jo Elon Musk. Megjithatë do të këmbgul që për plasjet mediatike nuk janë thelbi i situatës. Thelbi i situatës është kjo që unë përpiqem t'ju shpjegoj, që nuk ka të bëjë çfarë ka thënë sot ose çfarë do thot nesër Steve Bannon në media për të mbrojtur një interes politik. Pra, kemi pjesën e teatrit politik, ku duhen mbrojtur dukshmëritë politike, kemi dhe pjesën që është substanciale, për të cilën po përpiqem të flas unë, e cila është ecuria e projektit ideologjik, ku po shkojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si do të transformohet shteti, çfarë do të sjellë ky transformim për shoqërinë amerikane, gjë që ka filluar, dhe si do të përballen Shtetet e Bashkuara të Amerikës me luftën e tretë botërore e cila është në horizont. Ndërkohë që të gjithë aleatët e vet po përballen me këtë situatë, të gjithë po përgatiten, edhe në Ballkan, të gjithë shtetet e tjerë, përveç shteteve tona të cilat jetojnë flenë në dafina, po përgatiten për një luftë të ardhshme, për një luftë kinetike, siç lexova paracakohesh në një analizë. Megjithatë, ne dëshirojmë të merremi me çfarë i tha Musk Trump ose Trump atij. Kto janë të parëndësishme, janë të rëndësishme në pjesën e përditshme të transmetimit tuaj, të dhënies së lajmit. Por këto harrohen, janë si Big Brother, që harrohet të nesërmen. Thelbi, sipas meje sigurisht, ides time, është ecuria ku po shkon shteti amerikan dhe kjo projekti i transformimit të shtetit dhe kjo do të ecë përpara me apo pa zotin Trump. Zotin Musk, më falni. Dhe me zotin Trump, se kjo është e rëndësishme për të kuptuar dhe për të qëndruar tek çështje që sigurisht kanë në rëndësi dhe janë gjithmonë pjesë e përditshme në trajtimin jo vetëm tematikave në emision, por gjithësisht flasim për Ukrainë, Rusi dhe atë që po ndodh në Gaza, një përpjekje vazhdueshme e Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të risjellë armëpushim apo deri në arritjen e një paqeje. Keni ndonjë koment se si po vjon edhe puna e Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo aleatëve të tjerë, konkretisht për Rusi, Ukrainë, që u duk se ishim afër një armëpushimi në prag të bisedimeve, por që po rezulton krejtësisht e kundërta. Ndoshta jo e habitshme nga ana e Rusisë për sulmet që është duke vijuar, se këtë gjë e kemi parë dhe kur është folur për të pasur bisedime drejt një armëpushimi dhe nga ana tjetër ka pasur sulme. Por duket tani me një lloj hakmarrje që Putin e cilëson kështu në atë bisedë telefonike që ka zhvilluar me presidentin amerikan.
Shikoni, kjo problemi ose themi lufta midis Ukrainës dhe Rusisë kishte gjasa që të vazhdonte në këtë lloj mënyre, siç po thuhet përditëm publikisht, ka gjasa që do të vazhdojë edhe për shumë kohë. Besoj se presidenti Trump bëri një deklaratë të tillë para 1 ose 2 ditësh. Pra, po thuhet publikisht tani më ajo që specialistët e kësaj pune dinin që në momentin që filloi lufta, sepse ishte një luftë që kishte objektiva përtej atyre që shpreheshin media. Sigurisht që ekzistenca e Ukrainës është shumë problematike për Rusinë, por në një kontekst më të gjerë, këtu ka një përballje ndërkombëtare, siç e thash, një riformatim të sistemit ndërkombëtar, i cili përfshin të gjithë Evropën dhe veçanërisht Evropën lindore. Lufta nuk është vetëm midis Rusisë dhe Ukrainës, lufta është kudo në Evropë, lufta është në Ballkan, lufta është në Evropën veriore, dhe nëse doni faktet më teshme, kemi vendet të ndryshme, vendet ashtu quajtur Euro-Pacifike si Suedia dhe Norvegjia, të cilat kanë disa kohë që kanë rikthyer shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Kemi në Ballkan Kroacinë që sfundmi e riktheu, Gjermania po flet për një gjë të tillë. Pra, tani më të gjitha indicet të çojnë drejt pranimit të hapur të një lufte të paevitueshme. Përballja në këtë rast nuk është thjesht midis Ukrainës dhe Rusisë, është një përballje midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat përpiqen ta mbajnë Rusinë brenda për brenda një rrethi të zgjeruar të një aleance kundër fuqisë lindore e cila është Kina. Gjithashtu kemi lëvizje të tjera në sferën gjeostrategjike dhe në këtë pikëvështrim mund të thoja që shqiptarët duhet ta kuptojnë që jemi në një pikë ku pika e moskthimit është shumë afër dhe kjo luftë bëhet për të riorganizuar botën e shekujve në vazhdim dhe kombet nuk e kanë sigurinë e mbijetesës. Kombet jetojnë, po dhe mund të zhduken, shpesh herë kombet janë zhdukur dhe kombi shqiptar sot është në rrezik për shkak të këtyre situatave. Unë nuk e parashoh që të ketë një marrëveshje të shpejtë midis Ukrainës dhe Rusisë. Ukraina tani më është një mjet që po përdoret për të dobësuar sa më fort ushtarakisht Rusinë dhe do të vazhdojë të përdoret në mënyrë të tillë dhe nuk ka zgjedhje tjetër përveç se të vazhdojë të luftojë. Ndërkohë që situata të tjera të pakëndshme mund të ndodhin shumë shpejt, jo më larg se sa dje ose pardje një organizëm i Kongresit Amerikan shprehte shqetësimin e thellë për gjendjen në Ballkan, për ndikimin ruso-kinez në Ballkan dhe për rolin e Serbisë, në rolin negativ të Serbisë në Ballkan. Unë do të kisha thënë që mediat në Shqipëri duhet kishin më shumë përqendrim në këtë pikë, sepse është një pikë që njerëzit nuk duket sikur e kanë shumë për zemër, por është një pikë shumë e rëndësishme për të ardhmen tonë si shqiptar. Nuk kam për zemër çfarë? Duket sikur nuk e kanë për zemër të flasin për situatën e nder, nuk shoh shumë diskutime në media, diskutime serioze flas mbi situatën ku gjendemi, mbi papërgatitjen e popullit shqiptar. Lodhja nga zhvillime politike se unë mendoj që ka një pari anti-shqiptare, siç e kam thënë më parë në këtë televizion, e cila punon kundër shqiptarëve dhe mban njerëzit me teatr kabuki, ku flitet për të gjorën parashqivi Simakun përpara se sa të flitet për rolin e shqiptarëve. Pra, unë mendoj që ka një projekt të qartë shqiptarizues, të cilin Paria e Tiranës e vendos në pushtet dhe unë doja që t'ju falenderoj ju që zgjidhni tema të tilla, po fatkeqësisht jeni në pakic, ju personalisht dhe televizioni Ora News jeni në pakic, sepse në shumicën e rasteve këto tema janë tabu, më mirë trajtohen temat që i shërbejnë të përditshmes, asaj që i bën njerëzit ta harrojnë realitetin dhe jo ta kuptojnë realitetin. Dhe unë doja ta ngrija sot këtu sepse realiteti është i thellësisht i rrezikshëm për të ardhmen e kombit shqiptar, jo vetëm në Shqipërinë londineze, por edhe në trojet e tjera, edhe në Ilirid, edhe në Kosovë dhe kudo tjetër që ka shqiptar. Pra duhet të ndërgjegjësohemi që jemi në luftën e tretë botërore, duhet të ndërgjegjësohemi që çdo veprim i joni sot do të ketë ndikim, ka ndikim, jo do të ketë, ka ndikim të thellë në të ardhmen e kombit shqiptar.
Qarë, Zoj Roj, unë i falenderoj shumë që gjetët kohën për të zhvilluar këtë bisedë së bashku. Si gjithmonë është kënaqësi të trajtojmë tematika kësaj radhe çështjeve ndërkombëtare, si më herët edhe për rajonin, dhe patjetër do të kemi në vijim të tjera ngjarje që do ta kemë vëmendjen tonë edhe për t'u analizuar. Faleminderit juve dhe më lejoni dhe një të fundit t'ju uroj gjithë shqiptarëve të besimit islam gëzuar Kurban Bajrami. Faleminderit.